Brother Radio në Top Albania Radio. Big Brother Radio sot është me Krusita. E meriton Krusita gjithë këtë xixëlloj. Po të lutem tash. Krusita ime e dashur. 20 ditë në shtëpinë e Big Brother, gati 3 javë. Unë jam, si më thënë, më vjen mirë që të kam në studio, sigurisht që të doja të shkoj edhe më gjatë, po kur i thon më mirë pak edhe sakt, dhe në gjykimin tim se po e nis kështu direkt me një koment personal, më mirë të dalësh kështu e pastër e bukur si ajo kënga jote akull, sesa ndonjëherë të rish shumë gjatë edhe të bëhesh pis në ndonjë nga momentet e rrugtimit. E mendon kështu, a kanë qenë kështu në përgjithësi komentet që ke marrë sot? Në përgjithësi ashtu kanë qenë, që kur dola, ishte kështu kurioziteti im, ishte o zoti madh ç'a po mendojnë njerëzit, ç'a kanë shkruajt. Edhe realisht më erdhi shumë mirë që pash komente pozitive, edhe njerëz që shkruanin Krusita ishte shumë e drejtë për të qenë aty, ishte shumë e mirë, shumë e edukuar. Ndoshta ky ka qenë problemi që të gjithë ishin kështu ta sulmoj mos ta sulmoj Krusita. Do me thënë, edhe kur bëheshin gati të krijonin këto momentet e debatit me ty, vije ke ty dhe këtë fytyrën tënde ngjellore dhe lëre se e bëj nesër. Ky është momenti që ti le shtëpinë e Big Brother edhe ja tek shkon tek Ledioni dhe përshëndetesh me opinionistët. Si është ky moment kur e lë shtëpinë dhe pastaj përballesh me fytyra dhe me njerëz të tjerë ku për një kohë të gjatë të kanë munguar gjithë këto portrete dhe je mësuar me Rogertin, me Kristin, me Stelin, Miri, Gimbo. Si është të shohësh fytyrat e tjera? Të them të drejtën, ndoshta 3 javë këtu jashtë nuk duken sikur janë shumë gjatë, po aty duken sikur janë ja 3 muaj që ti kam dëgjuar këtë refrenun nga të gjithë. Ti po rri aty edhe ti kjo ishte fiksa ajo periudha që ti po humbje atë kontaktin me botën jashtë, pavarësisht se ti rri mendon aty se tash do mendosh një herë dhe për njerëzit që ke lënë jashtë. Po ky ishte fiksa i momenti kur ti fillon edhe përshtatesh më shumë aty brenda dhe thua, prit se vetëm këta që e kanë këtu në përballë. Kjo është jeta ime sot, nuk ka tjetër. Kështu që unë nuk isha gati, të them të drejtën, që të dilja. Punova shumë me veten time dhe me psikologjinë time, duke i thënë vetes që nuk është rradha ime sonte. Nuk është rradha ime sonte. Rradha kujt mund të ishte sonte si mbrëm sipas teje? Ja ti me këto. Tani se njeriu e ka, jo po sot s'dalu se sot nuk ka njeriu këto para ndjestit e veta, nuk është gabim. Normal që nuk është gabim. Të them të drejtën, unë nuk e dija fare që isha në nominim gjatë javës. Po, dhe ishte kështu me mendje të qetë. Isha kështu, unë thash, po rri këto 2 ditë, thash po rri çik kështu si rahat. Kur pash që isha në nominim, e ndjeva që do dilja, mos të gënjej kot, sepse dija se sa jo aktive kisha qenë gjatë atyre 2 ditëve, 2-3 ditëve, sa i bie, por që nuk e ndjeja veten gati për të dalë. Domethënë nuk doja që t'ishte ai momenti që unë do të dilja, sepse fillova të përshtatesha pak më shumë me gjën atje brenda. Shumë prej jush tregojnë që e kisha lënë të bëja këtë gjë por në një moment tjetër. Mendoja që do kalonin disa ditë të tjera dhe do shfaqja një anë tjetër të karakterit tim. Si është ky raporti me të qëndruarit dhe të menduarit që ke kohë, po ndërkohë çdo moment duhet shfrytzuar. Domethënë e kishe marr pak më shtruar dhe ndoshta kjo është një nga gabimet themi apo? Ja, kjo është një shprehje që ma thoshte Kristi çdo ditë. Unë dhe Kristi mendojmë njësoj. Koha më për ne s'ka kohë. Think like. Koha më për ne s'ka kohë, koshte më vajzë. Kështu që nuk është se unë e mora shtruar dhe thash do pres të kalojnë edhe kaq ditë që unë të bëj këtë gjën. Po thjesht bëra atë që ndjeva, ashtu ndjeva unë aty, edhe ashtu përshtata unë me gjën. Ndoshta nuk është për gjithë ajo gjëja, nuk mund të bëjmë dot të gjithë grifshën aty brenda apo ofenduesen apo debate me tone shumë të larta. Unë e di që ti nuk je kaq ngjyllore dhe kaq e mirë. Kuptimin je super për te shakave, po që ta di dhe atë grindën, ta di një artist që ecën, çan, numëron miliona klikime në YouTube, ka kaq shumë sukses në skenat njohura të këtij vendi, ka grindën edhe atë emocione dhe atë
si me thënë, karakterin e fortë edhe për çfarë në reality show të tillë. Po, tani mendoj që mua më penalizonte fakti që kisha hyrë një muaj më vonë, duke qenë se çaj ishin faktorizuar në shtëpi, ishin faktorizuar. Dhe vetëm Shiko, e kam moment reklamash mbaje. E vetmja publicitet. Dua pak vëmendjen tuaj për t'ju folur për Postman. Edhe i bëj gjithmonë thirrje njerëzve, biznesve të ma dëgjojnë për Postman. Ke një biznes dhe dërgesat janë pjesë e përditshmërisë tënde, me Postman dërgon shpejt dhe sigurt në çdo cep të Shqipërisë, Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut. E vetmja postë që dërgon pako nga Shqipëria në Kosovë për 48 orë. Po, është gati e pabesueshme, sepse janë të vetmit më të shpejtët dhe më të sigurtët që nga Shqipëria në Kosovë dërgojnë postë për 48 orë. Kujdesen për dërgesat tona, fokusohen tek rritja e biznesit. Postman është partneri yt logjistik, i shpejt, i besueshëm, gjithmonë i shpejt, më i shpejti. Zgjidh Postman për biznesin tënd. Ja, dhe këto makinat me Postman që të vinte dera e shtëpisë edhe të japin atë çka ti porosit online, Krusita. Bën ti porosit si shtetit, bën ti porosi online shumë? Po. Bën, Gjithmonë. Kur të vi Postman do më kujtosh, të thash Lona kisha të drejtë. Vetmja gjë the ti që të duhet të bësh kur hyn një muaj me vonesë është ose të. E vetëm, jo, s'ke qa bën. është, ose do hysh do rish aty për shembull siç ndejta unë ashtu e but edhe paqësore. Dhe do dalësh? Po pra ne them ka dy. Ose do hysh si shoqja Rogerti. Bravo, si Xhaxhi Gerti, themi neve. Ose do hysh si Xhaxhi Gerti edhe do bësh atje skandal. Jo më se shiko, kanë hyrë edhe me vonesë dhe kanë qenë fani. Për shembull Gjesti, fituesi i edicionit të shkuar, nuk ka bërë fare as agresiv, as. Por Gjesti e kishte marrë atë e kishte marrë gjën e vet, domethënë popularitetin edhe fansat e vet që kur ishte jashtë, në tjetër vend. Kështu që kur erdhi aty e kishte gjatë ndërtuar atë gjën dhe s'kishte nevojë të bënte as arrogantin, as këtë. E kupton veti? Kështu që e kuptova. Do me thënë, një nga gabimet dhe penalizimet thua është fakti që gabimet, se nuk është se... Po mirë, unë jam e lumtur, thash, unë rëndësi ka që prindrit e mi edhe shoqëria ime dhe njerëzit që më rrethojnë mua ishin të lumtur me atë erdhën dje të pritën aty? Po, patjetër. Ishin aty? Ishin aty, erdhën më morën. E prisin ata që të dilje? Disa prej tyre po, disa jo. Çfarë tha mami? Mami dhe babi. Jo, po se mamat janë çik më. Po jo, se unë i kam të dy kështu, nuk i ndaj dot. Sa ata ishin shumë në merak kur do hyja unë, që shiko, duke parë natyrën time kështu prej grifshe pak, shiko se mos bëj atje gjëra që të dalësh ti keq. Edhe i thash mos më merakosni për këtë pjesë, tash vetë kontrolli im është i frikshëm. Kur s'ma kanë nxjerr Xhaxhi Gerti nga kontrolli, imagjino ata të tjerë. Po ç'të bëri ty Gerti? Okej, si me gjithë shtëpinë ka ai ato përballet e veta. Më ofendoj pra dhe mua. Po tani nuk ti them këtu. Jo, nuk i them tani se s'dua ti përsëris, çu t'ja rëndësi Xhaxhi Gertit. E kuptoj. Kur s'më nxori ai nga kontrolli, thash aha, lëre Krusita ti. Prandaj të pyeta çfarë tha, se ka dhe gjëra që thon njerëzit edhe nuk është e vretmendjen. Më tha, ti po degeneron imazhin tënd, tha duke marrë me Kristin, ke ardhur të rregullosh imazhin e Kristit, tha, edhe po ul tëndin, ti je këngëtare dështuar, po ti je pule lagur, po ti është një fjalë që fillon me t. Do vazhdo me r. Nuk është ajo që thash unë. Po, ajo është që nga më keq. Okej. Pastaj kështu gjëra, domethënë se si mbaj mend tash i gjitha. Edhe ti s'ke turp, ti amore këtyrën familjes. Si more këto ofendime dhe këto përballje, si kështu është loja dhe s'do i kthej përgjigje dhe hëngre veten me dhëmb dhe u përmbajte, apo ishe gati dhe ti thoje mbylle se po mos të filloj unë tash me këto. Shiko, isha gati unë kështu në ca momente, jam çunja 2 herë i kam bërtit, pastaj kam thënë ti thirrit trurit Krusita, thirrit trurit. E kështu që thash, mirë Xhaxhi Gerti, vazhdo, kam bërë debat, nuk është se s'kam bërë debat me Rogertin. Por më shumë, të themi atë që kemi parë, se ne, sidomos unë njerë, dhe me unë këto kohë,
vetëm Big Brotherin kam parasysh. Kam 2 javë që kam nisë një film, nuk e kam mbaruar akoma. Ti nuk e di çfarë do me film atje, se filmin e kemi aty. Po them hajt, ndroj dhe unë njerëz. Seria e radhës. Më duket sikur jam dhe unë brenda shtëpisë, duke bërë Big Brother Radio për çdo natë. Qa po thosha? Tash e kemi parë gjithë këtë afrimitetin me Kristin, e di që të kanë pyet gjithë, pyeti dhe sot si Dorela te Shqipëria Live. Ishte natyrshëm apo kishte ndonjë gjë Krusita ti bim shkurt mos merrem me llafe kot. Tashi. Ja, shife. Ja, vdeksha. Bëni nga këto juve edhe nuk e di pse keq kuptohet publiku. Më bëri gjysore Romana aty te veshi. Ças më tha. Unë nuk jam tallur me ty, unë nuk kam luajtur me ty. Nëse ti ke dyshuar ndonjëherë unë do ta vërtetoj këtë gjë kur të dal jashtë. Ti mos u mërzit, ti dil jashtë me kokën lart, ç'ke ti. Tani fakti që ti i mban mend kaq mirë, pas ka interesuar i memorizu. Se zakonisht kur nuk na ishte të rëndësishme. Tashi, unë nuk e, po t'ishte ashtu e mohoja dhe thoja jo, unë e shoh Kristin kështu, thjesht si gjithë banorët e tjerë, unë e kam thënë, unë Kristin e veçoj nga gjithë banorët e tjerë, kam një super kimi me atë njeri. Çfarë do të thënë super kimi? Çfarë do të thënë kimi? Super kimia. Ma shpjegoj realisht. Unë e di tani që keq interpretohet kështu siç duan njerëzit, por se zakonisht kur themi kam kimi është një tërheqje dashurore ose sentimentale o fizike. Jo, nuk është. Është një tërheqje shpirtërore që kisha me atë njeri. Kështu që ja kam thënë edhe Kristit këtë gjë, nuk është as tërheqje fizike, as dashurore kështu. Është një tërheqje shpirtërore që e kam shumë të vështirë ta gjej me njerëzit, edhe sidomos me një njerëz si Kristi, që është aq i qetë, aq me zi flet, është i vështirë për të zhbiriluar dy gjëra për veten e vet, edhe të kuptohesha me Kristin unë që jam kështu si të kuptohesha me të, vetëm thjesht duke fol 3 fjali dhe duke u parë gjysore, ishte shumë fantastike. Edhe kjo më bëri përshtypje te Kristi, se gjithmonë është. Jo, në fakt për të bërë përshtypje është etiketuar. Është një lojtar më të fortë, është një lojtar dhe një djalë inteligjent dhe kur një njeri me të tilla virtyta të afrohet ne vajzat, jemi pra, ngecemi çik, ha? Gjithmonë është thënë është lojtar, është nuk ka ndjesi, është prej guri, është i përqendruar vetëm te loja. Edhe unë ndjeva mirë me këtë gjë, sidomos edhe me fjalët që ka. Kristi ka rënë dashuri me ty? Qyqa, po jo mi qa dashurie, a vashti tashi. Kristi, po të rije ti dhe 3 javë të tjera, tunde moj Selin, mos do bëj tunde moj Krusit? Po edhe mundet. Edhe mundet. Shiko, ne do dëgjojmë një nga perlat e fundit të Krusitës, unë e kam dëgjuar sot on repeat, është pjesë e Top Awards, po ashtu një zgjedhje shumë e zgjuar këta këngëtarët tanë kur hyn Big Brother, lënë ca gjëra gati me një strategji të mirë venduar. Unë kisha gati para se të Po pritë Big Brother shumë mirë bëre. Domethënë ndodhi rastësia që unë i kisha bërë gati dhe u futa. Më kupton se ishte një vendim kështu që e marra shpejt. Po ta them. Është shumë e bukur njerëz. Dëgjojeni nëse jeni në makina, hapeni zërin maksimum se balada të tilla që të bëjnë mishin, mornica duhen dëgjuar me zot lart, ose të paktën kjo është ndjesia kur unë jam në makinë për të kuptuar një këngë dhe për ta pëlqyer me volum të lartë. Goca dhe çuna, po më shumë gocat, se gocat i kanë problem kilet e tepërta. Unë e di që bëni, se di, aktivitet fizik apo ecje nga liçeni apo aty ku ju jetoni, por ju ndihmojnë vërtet për të rënë në peshë, për të pësuar atë shfryrjen e barkut që i themi ne, për të ndjerë më të lehtë në përditshmërinë tuaj dhe për të humbur 7 kg në 15 shoca, në këto që unë i kam në tavolinë dhe që janë fit shots, 7 kg në 15 shoca 100% organik. Përbërja e tyre është panxhari kuq, limon, çaj oolong dhe uthull molle. Ndihmon në pastrimin e trupit, përshpejton metabolizmin dhe redukton peshën, siç u thash, 7 kg në 15 ditë. Fiksojeni mirë fit shots. Unë i pier pas here këto Krusita. Do ta provosh një? Është shumë sour apo si e ke shihet sour? Po, do që të më kështu tani? Jo, fare. Krusita, çfarë do të thënë emri jot? Kush ta ka vendosur? Domethënë kush ka dhënë atë? Emri vulën përfundimtare. Vllai. Sa unë
nuk kam lind në Shqipëri, kam lind në Greqi. Edhe kur linda unë ishte kështu një telenovel interesante atje që jepi. Edhe kemi hyrë në rubrikën Linja e jetës. Dhe i pëlqeu shumë emri Cruzita. Cruz është emër meksikan, do me thënë Cruz do me thënë kryq. Cruzita do me thënë një kryq i vogël. Kështu si me përkëdheli. Chiquita, si që ishte këto ita edhe nga pak brapa. shumë Mexican ti. Jam, faleminderit shumë. Spanish. Edhe kështu Cruzita. Pastaj ti erdhe në Shqipëri kur? Po shumë e vogël, një vjeç besoj kështu. Në Tiranë u vendosa? Në Elbasan. Në fillim, Në Elbasan, po në Elbasan e kam dhe familjen akoma, kështu që po ti jeton në Tiranë. Po, unë jetoj këtu që 18 vetëm. Edhe lidhja me muzikën? Vetme. Edhe lidhja me muzikën, Cruzit? Lidhja me muzikën është që fëmijë. Që kur isha 11 vjeç, se nuk kuptoja atëherë kështu kisha talent, por që doli që isha shumë talentuar. Jam nana. Ndonjë formim profesional, nuk e di, liceu artistik ose jo? Nuk kam lidhje fare me këto, kam studiu drejtësi. Nuk e di, ma ka fal Zoti kështu këtë talentin, nuk kam vendosur që ti shkoj nga mbrapa kështu me shkollë. E kuptoj. Të mori malli për shpinë e Big Brother? Po më mori pak malli, të të drejtën. Më mori malli. Shiko, siç është e vështirë që të shkëputesh nga realiteti kur futesh atje, është pak e vështirë që të shkëputesh nga atje kur ti del në realitet. Si e komentojmë neve dhe djemtë e regjis më ndihmojnë për të prezantuar klipin më të klikuar të ditës, që nuk e di çfarë do të ndodhi, a ka zarf të zi, a do të ketë penalizime, gjithçka për të parë në Prime-in e radhës që është shumë i brëndë. Ky momenti, Cruzit. Kujdes. Jepi, ha. Veshi. Si e komenton këtë situatë dhe Kristin veçanti? Mos është mërzitur më që i ka unë dhe do të vi dhe ai me mua tashi se kuptoj për çfarë Kristi. Thua ta ketë se i ke ti, u nervozua. Ishte një shpërthim kështu. I kanë se me nervat e mia, vetëm kaq, po mua s'më. Po pra, Kristi ashtu Kristi si të kam thënë unë, se kemi thënë që do ta fitojmë, jo të dalim me zarf të zi. Nuk është një skenë e bukur për të parë, po absolutisht jo, nuk është, por unë mendoj që Kristi është një nga ata lojtarë që provokon, le të themi, goxha tepër. Ndonjëherë i del edhe situata jashtë kontrollit, se nuk ka faj tani, ka 50 e ca ditë aty brenda dhe kush vjen e sulmon e gjuan. Në fakt nisje gjitha ishte me brikenën, tavolinë, duke hartuar buxhetin, me një makinë llogaritse që e kërkonte Juela, këta nuk e jepnin, pastaj afrohet avokati, afrohet Rogerti për t'i thënë jepe makinë llogaritse, e pash live të momentin, jo ta jap, jo sa jap, pastaj merr këto letrat e buxhetit, Kristi çohet për t'i thënë më jep letrat se po bëjmë buxhetin, ai sa jep, dhe kështu përfundojnë me. Po ka bif me Gertin, ka bif të përjetshëm, po dhe Kristi kaq shpërthyes, nuk thua të ketë akumuluar edhe nga ikja jote mërzit madhe? Ka mundësi që t'jetë mërzit, ka thënë kjo gjithë kjo grifsh nuk e nxorri këtë gjën ta nxjerrë. Do e bëj unë tani. Unë nuk e di se si do t'i shkoj puna këtij muhabeti. Po unë shpresoj mos të ketë zarfzi. Jam e sigurt që do të flitet shumë të shtunën për këtë dhe nuk e di, nuk dim, betet vetëm për tu parë Kristi që në këto 50 kusur ditë që ka treguar aq qetësi, durim, maturi, sot shpërthen në një situatë të tillë. Dhe Rogerti pasaj po më tregonin edhe çunat e regjisë, se unë nuk jam duke e parë tani, që mban në vesh një gjë kështu, një letër që ai uji ka shkatru jetën. O bo, drama dhe jeta është Rogerti. Dim këtë. Çfarë ndodhi në shtëpinë e Big Brother me hyrjen e Luizit? Si e komenton ti? Shiko, unë mendoj që shumica e banorëve të cilët e din që kanë krijuar një vend të vetin aty, u trembën pak se menduan që erdhi dikush që le të themi ka goxha influencë kur bëhet fjalë për Big Brother. Aq më tepër ish fitues i një edicioni. Ama Kristi
që kur hyri Luizi tha kjo nuk është një gjë e vërtetë. Mendoj që Luizi do dali të martë, do të jetë këtu për pak ditë, sa të... Po patjetër, këtë menduan të gjithë. Pse nuk e besuat? Po mirë, tisha aty brenda, është kështu i out totalisht nga qa mendon ti? Po pra po, se ne nga divani japim mend gjithë. Unë kur mora vesh se çka kishte pas kutia Pandorës së Mirit kur dola jashtë, tash gjithë ato aludime që pas kemi pas e gjithë ato shkencë që kemi bërë asnjëra s'ishte e vërtetë. Asnjëra s'ishte e vërtetë. Kështu që edhe atje thua, po mirë, se mund të ketë ardhur kështu, po mund të jetë dhe kështu, se duhet i marrësh 700 versione parasysh. Kështu që edhe unë isha një nga ata njerëzit që besoja që Luizi kishte ardhur thjesht për mysafir, kështu që ja thash edhe atij arsyeja pse nuk jam afruar. Po çfarë ndodhi me të vërtetë me Luizin? Se thuaj se të gjithëve ju kapi një nga një. Greta për shembull, prej Luizit, pati atë situatën në Prime. Pati Iselin Gimbo. Me të gjithë humor, nga të gjithë nxori diçka në pa, bëri atë humorin e tij karakteristik, lëvizi gurët në shtëpi, edhe doli si zotni. Fix. Po për çfarë mund vinte tjetër se ja thash unë edhe tek ajo konferenca që po bënim me pyetjet. I thash, a mendon thash se do ikësh për poshtë tash një herë dhe një herë thash? Apo e dia që ishte mysafir, po gjithsesi pyetja duhej bër. Kështu që për çfarë mund vinte tjetër përveç se të bënte një nga trese dhe tikte prap, se mendoj që ai e ka kryer misionin e vet aty te ai format, kështu që është në rregull. Ne do të shkojmë prapë në publicitet. Okej. Pas pak për herë të fundit edhe për disa minuta të tjera me kryesitën që sapo ka lënë shtëpinë e Big Brother. Big Brother Radio në Top Albania Radio. Doktor Ernald Zeqa. Nëse një mashkull sot ndryshon disa gjëra nga stili i jetës vet. Pra lë duhanin, ul stresin, bën sport. Sporti është shumë i rëndësishëm për meshkujt. Heq alkoolin, drogën, nuk e di, mas 78 ditësh do ketë spermatozoid më të mirë se këto që ka sot. Kështu që është shumë e rëndësishme që 2-3 muaj përpara se të konceptojnë, duhet bëjnë një jetë të shëndetshme. Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio. Çfarë po bën? Po bën ballakumet nana. Se po vjen dita verës, do ta ndihmosh çik nanën ti? Për ballakume të vërteta, përdorni mielin Dieta. Disa ndjenja nuk plaken, vetëm bëhen më të forta me kohën. Dua, sepse më bën të ndihem mirë. Dua të qesh, dua të emocionohem. Dua të kem gjithçka që më pëlqen në një vend. Dua filma që të mbajnë zgjuar. Dua ndeshje që të bëjnë të ngrihesh në këmbë. Dua histori që i shohim bashk. Eja dhe zgjidh një nga paketat. Dua familjare dhe dua premium, me ulje deri 35%, bashk me Big Brother VIP dhurat. Sepse, në fund, ajo që duam, është ajo që na bashkon. Digital, pjesë e familjes. Valbona Banka. Nuk mundemi ta nënvizojmë sa duhet, se sa e rëndësishme është që fëmijët të lexojnë. Unë mendoj që fillon që kur është i vogël fare, e para le të dëgjon zërin e nënës. Pra ti mund t'i flasësh edhe thjesht historitë tua, histori për ta, pralla, tregime, çdo gjë që doja t'ja u jepja si mesazh, ja u jepja në një mënyrë se janë shumë të zgjuar janë. Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7. Në Top Albania Radio. Është momenti që ke pritur, është pikërisht momenti që ke pritur, sepse ka final sale në Max Optica, ulje deri në 70% në koleksionet e syzeve të diellit dhe optike. Modelet më trendy, markat më të njohura, janë të gjitha në Max Optica. Kudo ku ju jetoni në Shqipërinë, Kosovë, Maqedoni, ka një dyqan Max Optica dhe ju mund shkoni dhe të zgjidhni aty syzet tuaja të preferuara. Kujtoj se vizita okulistike është falas, rikujtoj dhe theksoj që kjo ofertë zgjat për pak ditë dhe keni mundësi të blini syzet tuaja të preferuar deri në minus 70%. Lajmi i fundit e dashur kryesit është Kristi shpallet lider.
Kristi shpallet lider dhe dëgjoj pak. Të gjitha punët e shtëpisë. Të gjitha punët e shtëpisë për t'i bërë. Do t'i bësh ti. Asnjëri s'do bëj asgjë. Tani her pas here, po. Tani her pas here, por të gjitha punët e shtëpisë ja jep për Rogerti. Rogerti, tamam më se vdiq me atë Rogertin. Po këtë si e komenton? Aman. Mirë ja bën aty. Aty mirë ja bën. Ja merr hakun e gjithëve do thuash. Kristi, miqtë tu nga Big Brother cilët do të ngelen? Miqtë mi nga Big Brother, tashi Stelina, Angelo, mendoj patjetër Kristi është patjetër pjesë e jetës time. Selin mendoj se do jemi mike shumë të mira kur ajo do dal jashtë. Ndoshta Miri, Mateo, gjysma e shtëpisë e kuptova. Kaq. Cilët janë finalistët e tu? Finalistët e mi Selin. Se fituesin e di. Selin, Kristi, Miri, Selin, Kristi, Miri. Ja, këtu tashi Ngeci. Ku ngec? Ke Bekena, ke Mateo, ke je po se të kishte marr mallin, vaje. Ama se kujton atë momentin kështu kur dola dje, isha kështu. Atëherë Je mërzitur? Po, u mërzita pra tash, u mërzita i çik thash. Kalon. Do kaloj, çfarë do bëjmë? Nuk jam e bindur për ato që them. Për këto të tre jam e bindur. Për dy emra të tjerë, pastaj se di, ndoshta mund të jetë Rogerti, nuk e di këtë gjë. Po nuk doli me Zarvzi. E mbyllim. Krysita, nga muzika katëreja, përveç këngës që dëgjuam pak më parë, Lam të mirë, me vaj. Katëreja, nesër del një këngë tjetër nga ky mini albumi që kam bërë unë, me këto 4 këngët e mia shumë të ndjera që i kam shumë afër shpirtit, le të themi. Titullohet Dhurata, është kështu për Shën Valentin. Për Shën Valentin. Për Shën Valentin, pra tani? Është flet për dashurinë patjetër, si çdo këngë imja, për dy njerëz që kanë filluar të njihen si shok dhe më pas kanë përfunduar në dashuri. Dhe është dhurata më e bukur, i thot kjo këtij. Je dhurata jeme më e. Çfarë ore nxjerr ti këtë këngën? Tani unë zakonisht këngët e mia i nxjerr në orën 18:00. E di pse, se nesër mbrëma do t'i dedikohem këngëve që janë publikuar nga ky Big Brother dhe nuk janë pak. Është Lore, është Erik Loshi, është Lorna. Po. Është Krusita me një, po me 2 siç tha, kështu që nesër programi dedikohet Big Brother Radio Music. Faleminderit që isha me mua sonte. Faleminderit shumë për ftesën. Po ti do kthehesh sërish gjatë këtij sezoni në Big Brother se mblidhemi ne tani kështu është zakoni edhe nga un jam okay. Jam okay. Ti mjafton të flesh gjumë këtë kohë edhe të marrësh veten. Shumë suksese për çdo gjë. Faleminderit ju që na ndoqët në Big Brother Radio sonte. Do të rivim sërish nesër në orën 20 në Top Albania Radio. Natën.